Në vend të mësimit, në shkollën fillore 26 Koriku në Shutk është protestuar pasi është kërkuar drejtori kësaj shkolle Driton Ganiu. Të revoltuar nga ky vendim, mësimdhënësit dhe punionësit e shkollës sot kanë bojkotuar mësimin, të cilët kanë shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj emërimit të Besares Sejdi në krye të këtij institucioni. Stafi mësimor shprehet kategorikisht dhe pa më dyshe kundër riemërimit të saj. Pasi një veprim i tillë bie ndesh me interesin publik, parimet e menaxhimit funksional të institucionit edukativo arsimor dhe gjendjen reale në kolektiv. Ndërkaq, zëvendëdrejtori i shkollës Sadri Arifi tha se kjo që po ndodh në shkollën 26 Koriku është e paligjshme, pasi ai tha se drejtori Driton Ganiu ka mandat edhe 4 vjet dhe i plotson të gjitha kushtet e nevojshme. Na si kolektiv nuk duhet të jemi viktim, jo vetëm na si kolektiv, por edhe nxënësat, se faktikisht bëhet fjalë këto për 2200 nxënës, bëhet fjalë për 150 profesorë arsimtarë, edhe këta duhet edhe komuna, edhe Ministria e Arsimit, edhe pushteti qendror, edhe pushteti lokal, duhet këtë punë njëherë përgjithmonë të pastrojë, sepse nuk mundën për interesat e dikujt ku i kujtohet ta ndrojë drejtorin brenda natës, kur drejtori ka mandat edhe 4 vjet, domethënë gjitha kushtet i plotson, plus kolektivi e përkrahas. Stafi mësimor kërkon publikisht edhe në mënyrë formale që drejtoresha e emëruar nga komuna Besares Sejdi të mos vazhdojë ushtrimin e funksionit të drejtoreshës dhe që në funksion të drejtorit të mbetet drejtori aktuale Driton Ganiu. Ata theksojnë se bojkoti dëmton nxënësit, të cilët humbin mësimin në prag të përfundimit të gjysmëvjetorit, por gjithashtu njoftojnë se orët e humbura do të kompensohen.